Angie e pret si është më së miri kunatën për darkë, pas martese që ka bërë e zonja në kuzhinë. Angelusha Salihu, e njohur për stilin e saj të veçantë dhe personalitetin tërheqës, ka nisur një kapitull të ri në jetën e saj pas martesës, duke u vendosur në Zvicër. Atje, ajo ka arritur të krijojë një ambient të ngrohtë dhe të rehatshëm familjar, duke ndërtuar një jetë të re larg adheut, por duke ruajtur lidhjet e forta me të afërmit dhe miqtë e saj më të dashur. Kohët e fundit, Angelusha ka pasur kënaqësinë të mirëpresë në shtëpinë e saj kunatën e saj të dashur, Leartën, një vizitë që ka sjellë gëzim dhe ngrohtësi në ambientin familjar. Për këtë rast të veçantë, Angelusha ka treguar një përkushtim të madh në organizimin e një dreke të bollshme dhe të shijshme. Detajet e përgatitjeve të saj nuk kanë kaluar pa u vënë re, pasi ajo ka ndarë me ndjekësit e saj disa imazhe të atmosferës së shtëpisë dhe tryezës së shtruar, duke treguar stilin e saj elegant dhe mikpritës. Ushqimet e shijshme, dekorimet e kujdesshme dhe ambienti i ngrohtë pasqyrojnë jo vetëm talentin e saj në kuzhinë, por edhe vlerat e thella të familjes dhe rëndësinë që ajo i jep lidhjeve personale. Marrëdhënia midis Angelushës dhe Leartës duket se është shumë e ngrohtë dhe e fortë, duke u shfaqur gjithmonë e gëzuar dhe harmonike në momentet që kalojnë së bashku. Ata shpesh ndajnë kohë të çmuar me njëra tjetrën, duke krijuar kujtime të bukura dhe duke forcuar më tej lidhjen e tyre familjare. Vizita e fundit tregon qartë se dy kunatat nuk janë vetëm pjesë e një familjeje të zgjeruar, por edhe mike të ngushta, që gjejnë kënaqësi në shoqërinë e njëra tjetrës dhe kujdesen për të krijuar momente të veçanta së bashku. Ky takim jo vetëm që ka përforcuar lidhjen e tyre, por ka reflektuar edhe aftësinë e Angelushës për të ndërtuar një ambient të ngrohtë dhe mikpritës, ku çdo mysafir ndihet i mirëpritur dhe i vlerësuar. Pamjet e shpërndara nga ky moment i veçantë kanë marrë vëmendje të madhe nga ndjekësit, të cilët kanë shprehur admirim për mënyrën se si Angelusha ka organizuar këtë takim familjar, duke e bërë atë jo vetëm një rast për të shijuar ushqim të shijshëm, por edhe një mundësi për të ndarë dashurinë dhe afërsinë mes familjarëve. Në përgjithësi, vizita e Leartës dhe përkushtimi i Angelushës për një pritje të veçantë është një dëshmi e lidhjeve të forta familjare dhe e rëndësisë që këto momente të përbashkëta kanë në jetën e tyre të re në Zvicër, duke treguar se largësia nuk mund të zbejë asnjëherë dashurinë dhe përkushtimin për familjen. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.